Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi mbar besimtarët anë kënd botës kudo që jetojnë dhe veprojnë. Vëllezër të nderuar dhe motrat të respektuara, e falenderojmë Allahun për mundësinë e arritjes edhe të kësaj dite dhe të përmbushjes së përgjegjësive tona përgjatë kësaj dite të Ramazanit. Shpresojmë që Allahu të na ketë pranuar gjitha adhurimet e kryera. Njëherët edhe e lutim Allahun në madhërisën që të na mundsoj arritjen e përfundimit të këtij muaji me një përfundim madhështor, me shpërblime të mëdha dhe mbi gjitha me arritjen e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala për kryerjen e tyre. Një prej çështjeve që parapëlqej të flas shumë për shkak të nevojës sonë për ta njohur dhe për ta praktikuar atë si virtyt i lartë dhe njëherët edhe për shkak të vlerës dhe rëndësisë që ka, është edhe të folurit për istighfarin, për kërkim faljen tek Allahu i Madhërisëm për gabimet tona, lëshimet tona dhe nevojat tona në përgjithësi. Istighfari, para së gjithash, është qelës i mëshirës së Allahut ndaj nesh. Pra kushdo që e bart me vete, në zemrën e tij, në gjuhën e tij, istighfarin realisht e ka një prej qelësave kryesor të mëshirës së Allahut ndaj tij, në jetën e tij, në veprimtarinë e tij jetësore, në punën e tij, në familjen e tij, kudo që ai të jetojë dhe të veprojë, përderisa është prej atyre që kërkon falje tek Allahu për gabimet e tij, ky njeri bart me vete qelësin e mëshirës së Allahut ndaj tij. Istighfari është aq i rëndësishëm saqë vetë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka praktikuar gjatë gjithë jetës së tij, minimalisht 70 herë deri në 100 herë në ditë. Ka thënë astaghfirullah wa atubu ilej, kërkoj falje tek Allahu dhe pendohem tek ai, ndonse ka qenë i mbrojtur nga mëkatet, ka qenë i mbrojtur nga gabimet. Kjo fillimisht na tregon për atë se istighfari është një prej adhurimeve që duhet ta shoqërojë secilin besimtar. Prandaj praktika e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam e veprimit të istighfarit tregon se ai si çdo herë ka paraprirë në gjëra të mira, në gjëra fisnike. Pra ai ka dashur që praktikisht të na tregojë neve shembullin më të mirë të praktikimit dhe të aplikimit të adhurimeve karshi Allahut subhanahu wa taala. Kjo e para. E dyta, vetë fakti që pejgamberi Allahut e ka praktikuar gjatë jetës së tij, madje nuk ka ditë që nuk ka thënë astaghfirullah wa atubu ilej, kjo tregon se brenda istighfarit ka sekrete të shumta. Pa nuk është vetëm shpërlarje e gjunohave, por këtu duhet të ketë edhe shumë më të thella, mirësi shumë më të mëdha. Prandaj istighfari, të nderuar besimtar, prej virtyteve më të larta të besimtarëve të devotshëm. Nuk mund gjesh në njeri i cili e ka jetën e ndritur me adhurime, me përgjegjshmëri, me sinqeritet, vetëm se pjesë përbërëse e adhurimit të ndaj Allahut duhet të jetë edhe istighfari. Pra nuk mund paramendohet një njeri i devotshëm pa istighfar, sepse istighfari është qelësi i gjitha adhurimeve karshi Allahut të Madhërisëm. Pejgamberi Allahut na ka mësuar që istighfari nuk është thjesht një dhikër i thjesht, por istighfari është edhe shkak i tejkalimit të brengave, i zgjidhjes së problemeve dhe i furnizimit nga Allahu i Madhërisëm për ne. Prandaj ka thënë alayhi salatu sallam, men lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja. Kushdo që vazhdimisht thotë astaghfirullah, pra kërkon falje tek Allahu për gabimet e tij, për shimet e tij, për mangësitë e tij e kështu me radhë, thot ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja. Allahu atij çdo breng do t'ja largoj. Wa min kulli dhiqin makhraja. Edhe për çdo ngushëllëk, për çdo vështirësi, Allahu do t'i jep rrugdalje, do t'i jep zgjidhje. Wa razaqahu min haythu la yahtasib, dhe do ta furnizoj prej nga nuk e pret. Pra i ka përmend pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam tre çështje boshte të mirësive dhe fryteve të istighfarit. E para është se ai i cili në vazhdimsi e përmend Allahun përmes istighfarit, pra kërkon falje tek Allahu përmes fjalës astaghfirullah, kërkon falje tek ti o Allah, fillimisht Allahu do t'ia largojë brengën atij. Për çdo breng që ne e pasojmë atë apo e trajtojmë atë me istighfar, Allahu detyrimisht do t'jep rrugdalje. Pra Allahu do na lehtësoj atë breng. Se si ndodh kjo vetëm Allahu e din, por një gjë e tillë është e garantuar nga ana e Zotit. Pastaj nëse kemi ndonjë vështirësi, nëse kemi ndonjë ngushëllëk në familje, në punë, në çështjet që na përkasin neve, për ditëshmërinë tonë, kushdo që atë e trajton me istighfar, duke thënë astaghfirullah me sinqeritet maksimal,
Allahu ka me i dhënë zgjidhje për atë problem. Allahu ka me i dhënë rrugdalje. Pra është e pamundur mos me ndodhi një gjë e tillë. Dhe këtë në fund është edhe çështja e furnizimit. Kushdo që vazhdimisht thotë astaghfirullah, Allahu ka me furnizuar atë me lejen e Allahut prej nga nuk e pret. Prandaj kur erdhi një njeri tek Hasan el-Basriu dhe u ankua për thatësi, pra vinte nga zonat që vuanin nga thatësia e madhe, nuk kishin shira të shpeshta. Atëherë ai tha, kërko tek Allahu falje. Thuaj astaghfirullah, sepse istighfari është prej shkaqeve që Allahu lëshon shi. Një tjetër erdhi dhe tha, o imam i nderuar, unë kam problem me çështjet e familjes, kam probleme familjare. Kam ngushtit shumëta që nuk më mund t'i përballoj. Tha, thuaj astaghfirullah. Shpeshtoje istighfarin sa më shumë, Allahu ka me të bëjë zgjidhje me lejen e Allahut. E një tjetër edhe dhe i tha, unë kam varfëri të skajshme. Nuk di se si dal prej varfërisë. Mos bëhe pa përballueshme me varfëria, tha shtoje istighfarin sepse istighfari është për shkaqeve të furnizimit. Disa e pyetën prej talebeve të tij dhe i thanë, o imam, erdhën 3 persona dhe të treve u the që të bënin istighfar. Si ndodh kjo? Thot, a nuk e ke dëgju Allahun e Madhërisht në Kur'an ku thot faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, u thash thuaj atyre pra popullit të Nuhut alayhis salam që të bëjnë istighfar sa më shumë sepse Allahu është falës i madh. Shkaku i parë pra është falja e mëkateve tona, shpërlarja e gjunave tona përmes istighfarit. Yursilis samaa aleikum midrara, e pastaj Allahu shkak i istighfarit lëshon shi të vazhdueshëm dhe të begatshëm për ju, pra sa herë që keni thatësi dhe ju thoni astaghfirullah, Allahu bën shkak të begatisë përmes istighfarit dhe lëshon shi të shumë. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, edhe ju shton juve në pasuri edhe në pasardhës, pra atij që i ka thonë kërko që Allahu më don zgjidhje për familje dhe rrugdalje, edhe njëherit edhe për furnizim. Para së gjithash, furnizimi këtu është shpirtëror. Prandaj një person i cili vazhdimisht bën istighfar, ai në problemet më të mëdha të jetës, sa herë që ndjen ndonjë vështirësi, sa herë që ndjen ngushëllëk në shpirtin e tij, e që problemet janë të paevitueshme, por nuk ka jetë pa probleme, nuk mund të paramendohet jeta e kësaj bote pa të lashe. Dhe sa herë që ne goditemi me probleme familjare, me probleme profesionale, me të lashe, me brenga, normalisht që përjetojmë dhimbje, pasi jemi njerëz, por si duhet ta trajtojmë problemin, si duhet ta tejkalojmë brengan dhe të lashen përmes istighfarit. Një zemër e cila është edukuar që të bëj istighfar sa më shumë, kur ajo sprovohet me të lashe, me probleme, ajo më njëherë do të furnizohet me qetësi në shpirt. Pra çështja e parë që ai do ta përjetojë përballë një problemi, përballë një sprove të caktuar, është qetësia që jep Allahu në shpirt kur e pranon sprovën. Dhe jo çdo kush e ka mundësinë dhe gatishmërinë me e pranu sprovën me qetësi shpirtërore. Jo çdo kush mund ta bëjë një gjë të tillë. Përpos atyre që vazhdimisht e njohin gjuhën e tyre me istighfar. Prandaj personat që shquhen me istighfar të shumt janë njerëzit më të qetë në pranimin dhe në tejkalimin e sprovave jetësore. Këta njerëz i njoh edhe personalisht. Njoh njeri që e njoh gjuhën e tij e para së gjithash zemrën e tij me istighfar të shumt. Dhe besoni ka aq shumë sprova në jetë, por ta jep një përshtypje që ky njeri nuk brengoset fare për sprovat që i ka. Realisht ai brengoset shumë, por ai ka qetësi në shpirt. Sprovën që i ka ardhur prej Allahut e pranon me qetësi maksimale dhe e tejkalon me qetësi maksimale, sepse istighfari i vazhdueshëm në zemrën e tij, që shqiptohet përmes gjuhës tij, bën që ai të ketë qetësi në shpirt. Prandaj edhe ai është më së i sigurt se Allahu ka më i bërë zgjidhje. Dhe për dallim për gjitha mënyrave tjera të dhikrit, istighfari e ka fuqinë që në bazë të niyetit që ne e themi, Allahu e jep zgjidhjen. Pra nëse themi astaghfirullah, që Allahu më na hap rrugët e martesës, Allahu ka më ta dhënë martesën. Nëse themi astaghfirullah, që Allahu më don sukses në familje, Allahu ka më don sukses në familje. Nëse themi astaghfirullah, Allahu më ta ruaj shëndetin, apo më ta shtu shëndetin, apo më ta largu smundjen, Allahu ka më ta dhënë gjë të tillë. Për atë niyet që e themi istighfarin, me atë benefit edhe me atë përfitim vije me lejen e Allahut. Provone do ta shihni se çfarë sekretesh fshihen pas istighfarit të sinqert. Për këtë arsye, sahabët shquheshin me istighfar të shumt dhe Allahu aq shumë nuk ka dhënë atyre sukses në jetë, duke filluar nga familjet e tyre, pastaj në promovimin e fesë, në çlirimin e vendeve nga zullumi, është pikërisht për shkak të istighfarit shpesh dhe të shumt që e kanë bërë për hir të Allahut
madhërisëm. Andaj besimtarët nderuam, vëllezër dhe motra, shpeshtoni istighfarin në këto net të pakta të mbetura të këtij Ramazanit bekuar. Nëse e bëjmë një gjë të tillë, do të shohim suksese të panumërta pas Ramazanit me njëherë. Dhe nëse e edukojmë veten me istighfar të shumt, sidomos për ndonjë çështje të caktuar, do ta shihni se si Allahu i Madhërisëm ju jep juve bereqet dhe sukses në kërkesat tuaja. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Plotësoni safat